Përshëndetje. Rritja me 122% e çmimeve të apartamenteve në vetëm 7 vite është pasqyra më e qartë e dështimit të politikave ekonomike të kësaj qeverie. Ndërsa çmimet e banesave rriten pa kontroll, pagat mbeten të ulta, papunësia e të rinjve vazhdon të jetë një plag e hapur dhe korrupsioni vazhdon të vjedh para që duhet të shkonin për mirëqenien e qytetarëve. Sot një i ri në Shqipëri nuk e ka të vështirë vetëm të blejë një shtëpi. Ai e ka të vështirë të ndërtojë jetën e tij. Mungesa e mundësive, punësimi i pasigurt dhe kostot e papërballueshme të jetesës e kanë detyruar rinin të largohet nga vendi. Prandaj, programi i Partisë së Lirisë, 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus, përmban politika të dedikuara për çiftet e reja dhe të rinjt. 20.000 euro kredi për çiftet e reja me interes të paguar nga shteti. Krijimin e fondeve të banesave për çiftet e reja sipas modelit hungarez, duke vënë në dispozicion banesa me kosto të përballueshme. Kredi për blerjen e banesës me interes të subvencionuar, ku kredia ulet me 3.000 euro për fëmijën e parë, 6.000 euro për fëmijën e dytë dhe 10.000 euro për fëmijën e tretë. Zero sigurime shoqërore dhe shëndetësore për 12 muajt e parë të punësimit për të rinjt në 30 vjeç dhe përjashtim nga tatim mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeç. Grante deri në 20.000 euro për të rinj që hapin një biznes social apo start-up, mbështetje për inovacionin dhe stimull fiskal për sipërmarrësit e rinj. Programin Garancia Rinore që garanton punësim, praktik ose trajnim për çdo të rinj në mënyrë që askush të mos mbetet pa perspektivë. Mbështetje të plot për sipërmarrjen e të rinjve me stimull fiskal, grante dhe financim për start-upet, inovacionin dhe teknologjinë. Mbështetje për studentët e ekselencës, me financim për hapjen e bizneseve dhe subvencionim të interesave të kredive sipërmarrëse. Lehtësira fiskale për gratë sipërmarrëse, përfshirë zero tatim fitim në vitin e parë, subvencionim të sigurimeve dhe kredi të buta për zhvillimin e biznesit. Ky është programi ynë. Parat e shqiptarëve duhet të shkojnë për rritjen e pagave, mbështetjen e familjeve të reja, punësimin e të rinjve dhe strehimin e tyre, jo të humbasin në korrupsion, shpërdorim dhe afera që rëndojnë mbi taksa paguesit. Ky është angazhimi i Partisë së Lirisë, të kthejmë të rinjve shpresën, mundësitë dhe të ardhmen në Shqipëri. Faleminderit.